Dhe ja ku jemi bashkë dashur miq, I pam në fillim të emisionit të ftuarit që do t'i kemi sot, tema cilat do t'i trajtojmë dhe do të mundohemi të sjellim sa më shumë përgjigje në secilin prej temave të cilat do t'i kemi bazë të këtij 2 orësh sa jemi bashkë. Tema të ndryshme që s'kan të bëjnë ndoshta me njëra tjetrën, por që secila prej tyne dikun në to e gjeni veten. Janë rutinat tona të përditshme, janë eksperiencat tona të përditshme dhe janë nevojat tona të përditshme. Dhe kur tham nevoja, nuk është fjala vetëm për nevojat shëndetësore, të kujdesit të shëndetit mendor, të kujdesit të mirëqenies sociale, janë edhe ato atraktive, ato argëtuese. Shpesh nga dinamizmi I punës nuk dim edhe ku të orientohemi dhe të marrim edhe shërbime, por edhe të shikojmë shërbime të duhura, të aktiviteteve të cilat na largojnë pak nga dinamizmet tonë ditor, nga ngarkesa, nga stresi, por ja që ka shumë njerëz që menojnë për neve, menojnë për çdo gjë tonën, menojnë për aktivitete të ndryshme, e sidomos për aktivitete të lira të cilat shpesh mund t'i harrojmë nga mos koha. Por kreativiteti jonë varet shumë edhe nga ajo çka vizitojmë, ku shkojmë, çka shohim, çka ndjekim, e sidomos kur janë aktivitete kulturore. Janë disa organizata që her pas here në familja jonë e kanë hapësirën e tyne si në shtëpinë e tyne, sepse janë organizata që me të vërtet kontribojnë të kjo pjesë shumë, sidomos tek shoqëria jonë. Organizata të cilat projektet e tyre, të cilat I marrin, I punojnë, I përpunojnë dhe I shpallin aktive për njerëz dhe ata të cilat marrin shërbime ato, janë pikrisht ashtu siç I paraqesin edhe në agjendat e tyre. Një ndër këto organizata të cilat unë po e përmendi është edhe Zëri I Romëve, Egjiptianëve dhe Ashkalive, organizata Vorae, që me të vërtet bën një punë të madhe gjatë gjithë vitit. Përveç aktiviteteve ditore, javore, mujore të cilat I sjellin dhe janë mësimdhënëse, edukative, argëtuese të ndryshme, kanë edhe ide të cilat të rinjët dhe të rejat mund të përfitojnë shumë. Ndërto është edhe qendra multikulturore Krah, e cila është hapur së fundmi, që është në kuadër në umbrellë të Voras. Normalisht për me fol më shumë për këtë qendër dhe për krejt ato se çka shërben dhe kush mund të përfitoj, kam të ftuar Njomza Uka Selimi, e cila si çdo herë më së miri përfaqëson komplet mesazhin e Voras dhe aktiviteteve dhe komplet pikave multikulturore që kanë, sepse janë të shumta. Njomza, mirë se erdhe. Mirë se u gjato. Është shumë kënaqësi me të pa studio, sidomos unë e thash që ju jeni ndër ato organizata që unë munova me pak fjalë me shpjegu që stresi dhe dinamizmi na ndalon me pa se çka është mirë për neve, për shëndetin tonë mendor, e një punë të tillë të madhe bën Voraja çdo ditë. Unë ju falenderoj fillimisht që jo vetëm në pjesë të aktiviteteve tona, si që është hapja e qendrës multikulturore Krah, mirë për në përditshmëri, nëpërmjet temave të ndryshme e ngritni këtë vetëdijsimin rreth rëndësisë të promovimit dhe informimit të qytetarëve, aq më shumë rreth temave të ndryshme që lidhen me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Është shumë kënaqësi me pas mundësi me nda diçka të bukur kur punohet, sepse mbi të gjitha për këtë punojmë, të informojmë qytetarët për gjërat e bukura që qytetarët tjerë po bëjnë, siç bëjnë stafi I komplet I Voras. Qendra multikulturore Krah, çka është? Sepse është së fundmi që është hap vende, nuk ka shumë informacion për ta. Qendra multikulturore Krah është një prej atyre misioneve tona afatgjate. Ka më shumë se 3 vite ku ne kemi filluar konceptin e krijimit të një qendre e cila ka për qëllim promovimin edhe prezantimin të historisë, prioritës, identitetit, kulturës, të komuniteteve në forma të veçanta, të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Momentet e para kur kemi filluar me diskuturet kësajna, realisht ka ardhur si mungesë e informatave bazike rreth historisë të këtyre 3 komuniteteve, duke filluar për mungesës informatave edhe në tekstet shkollore, e aq më shumë edhe në qendra të ndryshme kulturore, si muzeu kombëtar, si muze të ndryshme, ku mungojnë prezantime të veçanta të këtyre 3 komuniteteve. Dhe mungesa të shumta të këtyre elementeve na ka ardhur ideja që të hapim një qendër, e cila ka për qëllim prezantimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në këtë ku po thonë prezantim, çka nënkupton? Tash, qendra multikulturore Krah ka prezantimin ose përmban historinë
preardhjen, kulturat e ndryshme, traditat, ndërlidhje ndërmjet të gjitha etnive të cilat jetojnë në Kosovë, në formë kronologjike. Qendra multikulturore KRA përmban përveç pjesës e prezentimeve historike, ka gjithashtu pjesën e prezentimeve të artefakteve të ndryshme, të cilat e prezentojmë në një farë forme kulturën e veçantë, në të njëjtën kohë atë preardhjen dhe trashëgimin të cilën e kanë komunitetet në forma të veçanta të trija të ndame. Unë çdo herë përmendi që këto tri komunitete aq sa jemi të ngjashme, ne të gjitha etnitë të cilat jetojnë në Kosovë, aq shumë edhe dallojnë ndërmjet vete. Dhe e bukur e kësaj është ky dallimi që ne e kemi, prej rajonit në rajon, prej kulturës në kulturë, e aq më shumë prej etnive të cilat ne jetojmë. Ideja është që të prezantojmë, të informojmë dhe mbi gjitha të ngrisim diskutimin rreth historisë dhe kulturave të ndryshme të këtyre tri komuniteteve. Duke fillu prej një qendrës që mos themi është, aktualisht ku i kemi është e përkohshme, qëllimi jonë është që kjo qendër të jetë në forma shumë të mëdha dhe të jetë gjithashtu pjesë e institucioneve tona publike, po të fillojmë diskutimet, fillojmë të prezantojmë të pse jo gjeneratat e reja, pse jo ndoshta drejtoritë e arsimit do të fillojnë të krijojnë në pjesën e vizitave të ndryshme të kenë në plan programin e tyre dhe vizitat e nxënësave në këtë qendër. Qendra multikulturore KRA e prezanton jashtëzakonisht shumë prej momentit të preardhjes ose atij rrugtimit në këtë formë komunitetit egjiptian, komunitetit ashkali, komunitetit ram, dhe në të njëjtën kohë një farë lloj historie se çka janë elementet të cilat e dallojnë njërin prej tjetrës. A ka qenë e vështirë sepse thatë që ka herë keni menduar si ide dhe të sjellësh histori shumë vjeçare të tri komuniteteve, nuk është bash e lehtë me i siguru. Nuk është e lehtë edhe mungesa e fakteve ose këtyre literaturave të cilat mund të themi janë të dedikuar specifikisht për këto tri komunitete, na ka shfaqur edhe më shumë një farë vështirësie. Fatmirësisht në bashkëpunim me arkeologë të ndryshëm dhe antropologë të cilët në një element ose në tjetër na kanë përkrahur, na kanë japur informata, gjithashtu me historianë të ndryshëm, jemi mundu me bo një përshkrim e cili nuk ka për qëllim prezantimin në njërit apo të tjetrit, mirë po identiteteve ashtu siç janë. Në ndërkohë e tha që është kurrishtja shumë e madhe për me i njoftë dhe me i pa nga afër. Është e hapur për të gjithë. Është e hapur, qendra multikulturore jo, është e hapur për të gjithë. Aktuale është hyrja dhe vizitat janë pa pagesë. Ne shpresojmë shumë që vizitat në këtë qendër të bëhen të jenë të gjithë familje të cilat nuk ka njohuri rreth komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, ta vizitojnë qendrën multikulturore KRA, njoftohen me artefakte të ndryshme të cilat janë prezente aty, me veshje tradicionale, me historinë, me identitetin, me këtë rrugtimin prej asajna, prej formës të kaluara në të tashmen, gjendja cila ka qenë, në cilën gjendje jemi aktualisht, dhe pse jo të mos i njoftojmë edhe gjeneratat e reja. Mungesa e njohurive dhe literaturave përkatëse e rrit formën e diskriminimit në drejtim të komuniteteve. Përderisa ideja jonë është se nëpërmjet prezantimeve të ndryshme të ndikojmë edhe në zbutjen e diskriminimit në drejtim të këtyre komuniteteve. Çdo hulumtim i cili është bo në vitet e fundit ose dhe më herët ka dalë që mungesa e kontakteve të para, mungesa e njohurive dhe krijimit të raporteve me komunitetet e ngrit diskriminimin e drejtim të tyre. Përderisa të gjithë kanë deklaruar që në momentin që kanë informata, në momentin që krijojnë raportin e parë ose kontaktin ose njohurinë me cilin do prej këtyre tri komuniteteve, e kuptojnë që për shembull përdorimi i fjalëve pejorative është fjalë ofenduese dhe ndalohen me ligj, që të gjitha etnisë të cilat jetojnë në Kosovë kemi të drejtat e njëjta, secili prej neve kemi një farë lloj historie dhe një farë kulture që duhemi m'ia respektu njëri tjetrit, ose duhemi ta njohim aq sa jemi të ngjashëm aq edhe dallojmë. Në ndërkohë për krejt ata që dojnë me ardhe dhe me vizitu, qendra është në Prishtinë. Qendra multikulturore KRA është në Prishtinë, është në pjesën e rrugës B, mbrapa kompleksit Royal Mall, është kompleksi Agrotrade, besoj që logo dhe njoftimi është duket prej rrugës KRA. Është në katin e parë, është e hapur çdo ditë prej orës 9 deri në ora 4 pasdite. Aktualisht
Po shpresojmë që me kohë do të rritet edhe orari i... Dhe aty është dikush që i tregon për ato... Çka ka specifike njom? Çka të kalon përshtypje ty shumë, me që je aty aktive? Realisht për mu ka qenë shumë interesante veshjet tradicionale që jam përdor, të cilat ndërlidhen... Ajo që ka kemi tentu ka qenë të identifikojmë veshjet të cilat mundemi mi prezentu dhe nëpërmjet fotografive të ndryshme familjare. Se kemi pas familje të shumta në gjitha rajonet që janë mundu, nëpërmjet atyre albumeve të veta me na ndihmu, me na ofru mbështetje, duke na jap një copë të atyre që ka e kam pas si kujtim për familjeve të mëhershme. Edhe ajo veshja tradicionale, për shembull në këtë rast e komunitetit rom, ka qenë jashtëzakonshme shumë e bukur, edhe kur e sheh një fotografi ku një stërgjyshe jonja e komuniteteve ka pas të veshur dhe është aty ekspozuar, është e jashtëzakonshme. Angjasojnë me tona? Është identike, është e njëjta, do të thënë ajo të cilën e kam pas, e kemi të njëjtën edhe të prezantuar në qendrën kulturore. Janë të dalluar të tri veshjet, komunitetit rom, komunitetit ashkali dhe komunitetit egjiptian. Gjithsesi, qendra është ende në ato fazat e para të hapjes. Jemi shumë të interesuar në rritjen e kësaj qendrës, në popullime me sa më shumë informata, materiale dhe pse jo artefakte të ndryshme, sa më të vjetra aq edhe të reja të cilat e prezantojnë më së miri këto tri komunitetet. Përveç veshjes, çka ka tjetër që ka zgjukurështje shumë? Ka materiale të ndryshme shumë tradicionale, të cilat identifikojnë këto komunitete, si që janë materiale ose vegla muzikore, materiale vegla të punës, pastaj janë shumë elemente që kisha pasur në shtat ju të gjitha dhe mi prezentu, edhe pse është qendra është jashtëzakonisht mendoj është një hap i parë për atë çka ne synojmë me bo një qendër shumë ma informative, edhe pse ka informatat jashtëzakonisht shumë të mira të prezantuara. Na, patjetër që ekipi jonë do të vijë një ditë dhe nga afër të shikojë dhe të përcjell përmes pamjeve edhe për shikuesit tonë, por unë besoj që edhe kjo biseda jonë po zgjon kurrishtje goxha shumë, sidomos shumë e vërtet shkollat, fëmijët i dërgojnë që të mësojnë, apo jetojmë në një vend multietnik, pse jo të mësojnë për kulturat e të gjithëve. Po përderisa mungojnë informatat e bazike, në tekstet shkollore, në muzet kombëtar, pse jo të mos e krijojmë përderisa është e krijuar një qendër kulturore, e cila është për këto tri komunitete, duke marrë parasysh që shpresojmë shumë edhe për komunitetet të tjera të kemë prezantime të ngjashme. Mirë po, për këto tri komunitete, jashtëzakonisht shumë ka pas mungesa të prezantimeve dhe urojmë shumë që gjitha sistemi edukativ të ketë një vizitë të organizoj dhe ne jemi jashtëzakonisht shumë të interesuar që këto të jenë pjesë jo vetëm e informimit të qytetarëve ose një vizitë së thjeshtë, këto duhet të jenë pjesë e një sistemi edukativ të mirëfillt i cili është një farë bazë e çdo elementi kundër diskriminimit. Po, ajo çka po bën fuqishëm thirrja dhe zoni i lartë i Voraz në këtë rast është edhe thirrja për njohjen e një kulture të vjetër, sepse pa dashur me diskriminu as kolegët e mi, po as personazhet e tyne, jemi mësuar që zakonisht të shpalosen histori të dhimbshme, histori me vështirësi, histori me sfida, gjë që kemi edhe na komuniteti jonë, edhe komuniteti turqve, edhe komuniteti serbëve, të cilët bashkë jetojmë në Kosovë, por pak sillim një kulturë të vjetër të cilët i përmendet të komuniteteve rom, egjiptian, ashkali, e që me të vërtet është një kulturë interesante nëse e njohim. Është shumë interesante dhe besoj që ndonjëherë kur organizojmë festivale të ndryshme kemi edhe pjesën për shembull të prezantimeve të ushqimeve tradicionale. Në ato pjesën e prezantimeve, për marr shembull vetëm pjesën e ushqimeve, e shohim që ka jashtëzakonisht shumë ushqime të ngjashme ndërmjet veti, po në të njëjtën kohë ka disa elemente që në këtë rast për shembull njëri prej këtyre komuniteteve bën në formë të ndryshme. Edhe është ajo tradita të cilën ne nuk e njohim edhe duhemi ta njohim, duhet ta prezantojmë, edhe plotësisht pajtona që jo çdo herë duhet të trajtohen vetëm çështjet sociale të ndihshme, varfëria ose probleme të ndryshme, jemi të vetëdijshëm. Gjendja ekonomike, sociale është ende larg asaj na ideale, sidomos për komunitetet rom ashkali egjiptian. Kemi për gjitha komuniteteve që ballafaqohen. Mirë, po pse jo të mos i promovojmë rastet e mira, rastet e suksesit, të ri të jashtëzakonshëm që kemi nga komunitetet, që janë të punësuar, janë artistat të jashtëzakonshëm,
dhe të shtyjmë për para këtë energjin pozitive, jo të fokusohemi ta elementi që kemi çdo herë me sfida dhe me probleme. Po, njomza më pëlqej kur tha që kanë kontribuat, sa kanë mujt me një fotografi, me një copë veshje që ju kanë bit. Dhe me thonë, ata po kënaqen me faktin që diçka e mirë po shfaqet për ta. Ka qenë, me thënë të drejtë në fillim, kur kemi fillu diskutimet me familjet, në një farë forme kanë hezitu. Apo? Kanë hezitu në atë se, po kjo është diçka shumë e vjetër familjare, me ta jo apo në mbes pato. Po momentin kur jam prezentu që këto gjitha do të ruhen në format të veçanta, janë në materialet të cilat i ruajnë, nuk dëmtohen, dhe mbi gjitha qëllimi i kësaj qendrës nuk është për m'ia dhuru voras ose një individit të shoqërimit që të informojmë qytetarët, të ngrisim nivelin e diskutimit mbi atë se kush janë komunitetet rom, kush janë komunitetet ashkali dhe kush janë komuniteti egjiptian. Domethënë është ngritja e informatave ose vetëdijsimi për të tjerët rreth pleardhjes, historisë, kulturës, një farloj trashëgimie kulturore, çka kanë ndër veti komunitetet që duhet të njihen, cila ka qenë ajo për cilën janë njoft në këtë rast, për shembull komuniteti rom, çdo herë janë njoft si ndërfarkatarët më të vjetër dhe ka qenë nga ato zanate që janë identifiku, pse jo të mos prezantohen dhe të njihen si të tillë. Është një zanat i jashtëzakonshëm që fatkeqësisht ndonjëherë më duket që janë edhe në zhdukje këto zanate që kanë qenë as të veçanta. Po nëse si që ka qenë edhe festivali para disa mujve që keni punu shumë, janë prezentu profesionet e tilla, qofshin edhe në zhdukje, si kur motivohen edhe trashëgimtarët aty në familjeve që ta vazhdojnë. Po urojmë edhe ne që të kenë një ndikim sa do pak të vogël edhe në familje edhe në zhvillimin më të madh të këtyre bizneseve dhe këtyre profesioneve. Përndryshe e tha që qendra multikulturore Krah është pa pagesë për krejt ata që dojnë me vizitu. Besoj që kjo do të mbetë edhe një kohë kështu sepse edhe aty duhet të përfitohet. Ideja është nuk është qëllimi jonë të krijojmë një qendër profitabile, ideja jonë është të krijojmë një qendër informuese, e cila shpresojmë që me kohë të ketë edhe mbështetjen e institucioneve tona, pse jo kjo qendër të mos jetë një prej pjesëve të kulturore të institucioneve të Republikës Kosovës, duke marrë parasysh që është qendra e parë në rajon që është bëhet tillë për prezantimin e komuniteteve. Në ndërkohë ata që po na ndjekin dhe kanë interesim me ardhur, duhet ju shkruajnë, mund të vinë mund lirë vetëm të shfaqen spontanisht në qendrën multikulturore Krah. Besoj që të gjithë do ndohen të kënaqur, çfarë do sugjerimi, informate, mungese që ata e shohin qytetarët, jemi shumë të hapur. Ne jemi shumë të hapur ndaj bashkëpunimeve me të gjithë, edhe unë uroj shumë që gjithë qytetarët që vinë atje të kenë diçka ekstra që pse jo të adhurojnë në qendrën kulturore. Pikërisht desha me të pyeta munden pjesëtarët e komuniteteve që kanë diçka dhe po ndëgjojnë për qendrën me orë me sjell diçka. Shumë që gjithë ata të cilët kanë elemente sa më të vjetra që e prezanton historinë ose kulturën e këtyre komuniteteve, të lajmërohen, jemi jashtëzakonisht shumë të hapur edhe minxis presim që gjithë të jenë pjesë e kësaj qendrës. Kjo është qendër e të gjithëve, nuk është qendra vetëm e Vorrez, qendra është për qytetarët, për promovimin e këtyre 3 komuniteteve dhe pse jo për vetëdijsimin dhe informimin e gjithë njëve. Në ndërkohë e keni menduar që në të ardhmen të sjellni edhe fotografi dhe biografi të personazheve të cilët kanë kontribuar. I kemi edhe ato prezente. Sepse ka shumë figura. Mos i përmendit tash me emra. Ka figura dhe ka profesionet e jashtëzakonshme të cilat janë gjitha prezente në qendrën multikulturore. Sa mirë, sepse vetëm kur i shohim dhe njohim nga afër e kuptojmë që profesionet të cilat janë aktualisht ose janë në Kosovë në gjitha prej këtyre profesioneve kemi të ri dhe të reja nga këto komunitetet që janë pjesë. Kemi në forcat e Kosovës, në policinë e Kosovës, kemi mjek, kemi mësimdhënës. Dhe ideja jonë është që t'i prezentojmë, t'i promovojmë dhe t'i inkurajojmë gjenerata të reja që gjitha profesionet janë për gjithë qytetarët të cilët jetojnë këtu. Ide fantastike, unë shpresoj që ata që po na ndjekin të vinë ta vizitojnë dhe t'ja shtojnë edhe më shumë këtë begati krejt historisë të cilën ju, përderisa vizitojmë vende tjera, njohim histori tjera, pse mos t'i njohim historitë e personave që jetojnë dhe bashkëjetojnë bashkë në Kosovë. Kështu që një ide fantastike. Njom zonë të falenderoj shumë që gjithoherë je gatshme me ardhë, sidomos me na njoftu për punën e madhe që stafi ju i bën çdo ditë. Realisht, na jemi falënderues shumë ndaj përkrahjes që ju si emisione dhe në përgjithësi gjithë gazetarët e ofrojnë ndaj këtyre 3 komuniteteve.
pa mbështetjen e gazetarëve, pa mbështetjen e emisioneve të tilla, nuk mendoj që dhe ndryshimet pozitive do të jenë në vendin tonë. Po, për neve kënaqësi me pasqyru punën e ju, ishte që faleminderit njom. Faleminderit edhe juve. Për ndryshe, të gjithë ju që sapo e ndëgjuat bisedën, mund të jeni pjesë edhe të shkoni ta vizitoni qendrën multikulturore Krah, e cila ndodhet te rruga B, konkretisht mbrapa Royal Mall, dhe e shihet logoja Krah, është pa pagesë, deri në ora 16 punon çdo ditë pune, mund të shkoni dhe të njoftoheni nga afër për traditat, kulturën, trashëgiminë e komuniteteve rom egjiptian Ashkali, një histori që fatkeqësisht në shkolla nuk e mësojmë, pak mund ta kemi mësuar nga gjyshrit apo gjyshet tona, sepse nuk kemi njohuri të shumta, pse jo ta mësojmë në vendin e dur, aty ku është personi adekuat dhe shpjegojnë çdo detaj. Bashkë do të shkojmë në spitalin e varësive rezonanca 3. Do të sjellim një material tjetër, e kemi parë historinë e dhimbshme, por njëkohësisht motivuese javën e kaluar të riut, i cili u dashti përgjysmonte studimet e tij shkencore për të u trajtuar nga varësia që kishte nga substancat narkotike. Sot kemi sjellë një material pak më ndryshe, emocionet janë më të forta. Kemi një grup të rinjësh që po trajtohen në spitalin e Rezonanca 3, që po tentojnë të shkëputen nga e bardha që i shkatroj. Ndoshta droga dhe substancat narkotike mund t'ju japin një kënaqësi momentale, por kur ndëgjoni rrëfimet e këtyre të rive, kuptoni që jeta nuk është një moment, jeta është më e gjatë se një moment. Dhe kënaqësitë mund të jenë më të mira, më të ëmbla dhe më afatgjate, nëse i përjetojmë me meq familjar, me dashamir dhe jo me substanca narkotike. Bashkë do ta ndjekim një tjetër material nga Spitali Rezonanca 3.